kemi qenë të krishterë katolik, të krishterë ortodoks, musliman, pastaj u bëm ateist. Po kjo është një temë tjetër. Dhe ndërsa ata çdo lloj feje që kanë patur, ose çdo lloj komuniteti që ka patur një fe ndryshe nga ajo zyrtare, ka qenë i papranueshëm. Edhe në një farë mënyrë pikërisht ka ndodhur ajo që the ti, ajo dhuna monstruoze, apo diskriminimi, në çdo lloj sfere të jetës së një individi, ajo familjare, ajo publike, ajo arsimore, ka qenë pothuajse e pamundur për njerëzit në përgjithësi të studiojnë gjuhën e tyre, të mbajnë, të ruajnë fenë e tyre,